Napoleon Zerva dhe bashkëpunimi i tij me gjermanët. Materiali përgatitur nga profesor doktor Marenglan Qasmi. Napoleon Zerva, arkitekti i spastrimit etnik të popullsisë çame dhe organizatori i gjenocidit kundër popullsisë shqiptare në Çamëri, do të përpiqet të justifikonte veprimet e tij kriminale me argumentin se gjatë luftës çamët kishin bashkëpunuar me gjermanët. Edhe një pjesë e mirë e historianëve grek pas luftës së dytë botërore kanë mbajtur të njëjtin qëndrim. Kjo gjë nuk është e vërtetë. Çdo bashkëpunim sporadik me gjermanët nuk përfaqëson të gjithë shqiptarët e teatrit dhe siç do ta shohim më poshtë, vetë Zerva ishte një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të gjermanëve. Bashkëpunimi i Zervas me gjermanët është dokumentuar më së miri në arkivin ushtarak të Freiburgut. Ky bashkëpunim shprehet qartë edhe në studimet historisë ushtarake gjermane, si në historinë e divizionit. Unë isha një alpin gjerman që punoi në Greqinë Veriore dhe në Shqipëri, me autor Hermann Frank Mayer, botuar në vitin 2007, ku u bazova kryesisht në përgatitjen e këtij artikulli. Përveç arkivave greke, është e vështirë të gjesh informacione të hollësishme mbi aktivitetin e Zervas gjatë luftës. Hermann Frank Mayer shkruan me të drejtë se, si në arkivin e historisë ushtarak të ushtrisë, ashtu edhe në arkivin ushtarak, nuk ka gjurmë të aktivitetit të Zervas. Ai madje citon drejtorin e arkivit të historisë ushtarake greke në atë kohë, general brigade Stavros Dermatas, i cili pretendon se dosjet e Zervas ishin zhdukur, gjë që ai e konsideron të një skandal të madh. Gjithashtu, ka pak informacione të disponueshme me arkiven e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, përkatësisht vetëm informacione rreth gradimeve dhe largimit të tij nga ushtria. Me kapitullimin e Italisë fashiste, në Greqi filluan përleshjet e para të armatosura midis formacioneve greke, kryesisht Eam Elas dhe Edes. Gjermanët u përpoqën ta kthenin situatën armiqësore midis forcave politiko-ushtarake greke në favor të tyre. Meqenëse se detyra kryesore e forcave gjermane ishte të organizonin mbrojtjen e vijës bregdetare, pasi në Shqipëri ata përdorën strategjinë përça dhe sundo, si më sipër komandant divizioni. Në Alpine gjermane, generali Lanz dërgoi një delegacion në selinë e Zervas me qëllim arritjen e një marrëveshje me të. Ky delegacion përbëhej nga kryetari i bashkisë së Janinës, Vlaçilidis, biznesmesi Doumas, dhjaku i kishës Nasi dhe punonjësit e kryqit të kuq, zviceranët Karavas dhe Bickal. Zerva ishte më i përshtatshëm për të bashkëpunuar me ta, pasi njihej qëndrimi i tij antikomunist. Ashtu si në vendet e tjera, lëvizja komuniste konsiderohej kundërshtarja më e madhe e gjermanëve dhe nuk bënte kompromis me ta. Jashtë quajturi delegacioni i Janinës mbërriti në shtëpinë e komandantit të Zervas, në Skjadades në Golden, pas ditën e 4 tetorit të vitit 1943. Në orën 6 të mbrëmjes, delegacioni u prit nga Zervas dhe zëvendësi i tij, Piromagli. Zervas i dëgjoi me shqetësi kërkesat e delegacionit dhe premtoi të kthente një përgjigje brenda 2 ditësh. Gjatë darkës, Zervasi ju përgjigj delegacionit se do të kthente një përgjigje pasi të kontaktonte alatët në Kairo dhe të konsultojë mbi ofertën që kishte marrë. Ai ishte i detyruar të ndërmerrte këtë hap, pasi në bisedime mori pjesë edhe oficeri britanik i ndërlidhjes në selinë e tij, Rodokanakis me origjinë greke. Zervasi e informoi delegacionin se kishte vendosur të zbatonte një pakt sulmi pa ndërprerje prej 14 ditësh me generalin Lanz. Në një bisedë private me Bickrelin, Zervasi tha se ishte i gatshëm të nënshkruante një armë pushim me gjermanët nëse plotësoheshin 3 kushte. I pari, që gjermanët të shpallin atë disa ditë para se të tërhiqeshin nga Greqia. I dyti, të gjitha armët e rënda dhe materialet luftarake që nuk mund t'i transmetoheshin duhet t'u dorëzoheshin trupave të tij. Kushti i tretë ishte që ai ishte gatshëm të takohej me generalin Lanz dhe të diskutonte detajet të mëtejshme të armëpushimit. Në fakt, siç do të shohim më poshtë, Zervasi i ka shmangur vazhdimisht takimit e tij personale me gjermanët. Me sa duket, Zervasi kishte kontaktuar shtabin e Alat në Kairo dhe e kishte informuar për vendimin e tij.
Me sa duket, ndërmjet këtij veprimi, ai e kishte shantazhuar Kairon që do të ndërpriste ndihmën për Eam Alas dhe të furnizonte vetëm forcat e tij. Disa ditë më vonë, më 9 tetor, generali gjerman Ludwiger dërgoi një delegacion të dytë nga Arta për të takuar si me Eam Alas, ashtu edhe me Edes, me qëllim arritjen e një marrëveshje. Delegacioni përbëhej nga mitropoliti Goldan, Spiridon dhe mjeku i qarkut Christos Komborossos. Komanda e Eam Alas refuzoi kategorikisht të takohej me ta, ndërsa Zervasi priti delegacionin dhe u konfirmoi atyre se kishte lidhur një pakt mos sulmi kundër gjermanëve deri më 14 tetor të vitit 1943. Oferta për armëpushim u mirëprit nga gjermanët, me qëllim zgjatjen e armëpushimit. Më 8 tetor, generali Lanz u takua përsëri me përfaqësuesin e kryqit të kuq viceran Biscal. Ndërkohë, Biscal ishte takuar mëngjesin e asaj dite me ndërlidhësin e Zervas, Ioannisin, i cili kishte njoftuar se Zervas ishte gati të takohej me përfaqësuesit e general Lanz. Ndërkohë, Lanz u lidh me eprorit e tij, të cilët miratuan takimin me Zervas. Nëse respektoheshin 3 kushte, trupat e Zervas duhej të dorëzonin armët, robëri gjerman dhe të gjithë teknikën e tyre të ndërlidhjes. Për Lanzin ishte e qartë se në këto kushte nuk mund të arrije asnjë marrëveshje me Zervan. Prandaj, ai sugjeroi komandës së tij që operacioni Pantera, i cili do të fillonte në Epir, të shtyhej pas bisedimeve me Zervan. Kërkesa e tij u miratua, por operacioni do të fillonte jo më vonë se 18 tetori. Takimi me Zervan ishte caktuar për 16 tetor. Biscal, i shoqëruar nga disa oficerë gjerman, mbërriti në vendin e caktuar në kohë, por u shfaq Ioannis, ndërlidhësi i Zervës, i cili njoftoi se Zervas nuk mund të vinte në takim, por kishte dërguar një përfaqësues, kapitan Kosta Galanisin, i cili kishte studiuar në Zvicër me një gjermanishte të përsosur. Galanis u përpoq të justifikonte mungesën e Zervës në takim. Takimi nuk dështoi. U ra dakord që Ioannis të paraqitet të nesërmen te general Lanz, i cili do të jepte një letër për Zervasin. Nga kjo ditë deri në korrik të vitit 1944, midis shtabit gjerman dhe shtabit të Zervasit, filloi një shkëmbim i dendur informacioni dhe u morën masa konkrete ndaj armiqve të tyre të përbashkët. Eam Alas më 18 tetor filloi operacionin Pantera. Gjatë tij gjermanët sulmuan vetëm forcat komuniste dhe nuk pati përplasje të armatosura me forcat e Zervasit. Pas marrëveshjes, numri i sulmeve ndaj forcave gjermane në Greqinë Veriore ra ndjeshëm. Ndërkohë, në Shqipërinë Jugore u raportua një situatë ngjeshur me sulme dhe luftime të ashpra midis forcave gjermane dhe atyre partizane. Generali Lanz synonte të zgjeronte bashkëpunimin me forcat nacionaliste greke. Qëllimi i tij ishte të eliminonte armiqësinë me forcat nacionaliste të Zervës dhe së bashku të luftonin kundër forcave komuniste. Nga ana tjetër, ky bashkëpunim u dha gjermanëve mundësinë të përqendroheshin në mbrojtjen e vijës bregdetare me forcat e pakta që kishin gjithashtu bashkëpunim i suksesshëm që forcat gjermane patën me forcat e Zervës gjatë operacioneve Pantera dhe Tigri, i dha shpresë generali gjerman se Zervas mund të merrte rrugë transporti nën roje. Duke pasur parasysh këto qëllime, Lanz ishte i gatshëm t'i furnizonte forcat e Edes me armë dhe municione dhe t'i trajtonte ato si forca aleate. Për më tepër, në mbrëmjen e 18 dhjetorit të vitit 1943, kapiteni Kosta Galanis, i cili ishte dërguar nga Zervasi, u dërgua përsëri në komandën e kombësorisë malore gjermane. Duke u referuar shënimeve protokollare të shefit të inteligjencës dhe divizionit gjerman, në fund të bisedimeve u ra dakord që palët ishin kryesisht të gatshme të bashkëpunonin me njëra tjetrën, veçanërisht për një luftë të përbashkët kundër forcave komuniste dhe se Zervasi ishte i gatshëm të takohej me palën gjermane në një kohë që komanda gjermane e konsideronte të arsyeshme. Gjermanët duhej të siguronin rrugën e tyre. Me 23 dhjetor, Galanis u nis për të takuar me Zervën dhe për ta informuar atë për bisedimet. Më 30 dhjetor, ajo kthye në divizionin gjerman dhe në emër të Zervës garantoi se nëse gjermanët nuk do të kryenin ndonjë veprim kundër Edes, atëherë Zervasi nuk do të sulmonte dhe akte sabotimi nuk do të kryeshin kundër ushtrisë gjermane.
Ai gjithashtu do të përpiqet të parandalonte britanikët të ndërmerrnin veprime të ngjashme. Galanis u kërkoi më tej gjermanëve me kuptimin e tyre që Zervasi nuk i kishte formuluar këto qëndrime me shkrim. Arsyeja ishte e kuptueshme. Ai nuk mund të rrezikonte që një letër e tillë të binte në duart e komunistëve ose të anglezëve. Zervasi ndihej në një farë mënyrë borxhli ndaj anglezëve, sepse ata i kishin furnizuar me armë, veshmbathje dhe municione. Megjithatë, këto pak furnizime ata i kishin dhënë për interesin e tyre për të luftuar gjermanët. Ai u shpjegoi më tej gjermanëve se anglezët i kishin premtuar 10 herë se do të dërgonin ngarkesa me furnizime, por ato nuk erdhën kurrë. Më pas, ai u tha se po gënjente. Kështu që ai nuk ishte në gjendje të luftonte kundër kundërshtarëve të tij, komunistëve, të cilët po fitonin gjithnjë më shumë terren. Për këtë arsye, ai ishte i gatshëm të takohej me përfaqësuesit të komandës gjermane me qëllim koordinimin e luftimeve të përbashkëta kundër forcave komuniste. Generali Lanz, i cili ishte një antikomunist i turbuar, tha se e kuptonte qëndrimin e Zervës. Si pasojë, në sulmin që forcat e Zervës organizuan në fillim të vitit 1944 kundër forcave të EAM Elas, Lanz urdhëroi trupa gjermane të ruanin shpinën e forcave të EDES. Kështu, Zervas arriti të hidhte forcat komuniste përtej lumit Acelos dhe të fitonte shumë terren. Pas këtij suksesi, Zervas ndërmori një hap tjetër. Sipas raporteve gjermane të datës 9 janar, Zervas kishte kërkuar organizimin e një takimi me 19 janar, me qëllim koordinimin e luftës së përbashkët kundër komunistëve. Komandanti i ushtrisë gjermane të dimrit autorizoi takimin, por ai paralajmëroi se nëse Zervas nuk do të shfaqej në takim, nuk do të kishte një takim të tillë. Takimi nuk u mbajt, por jo për shkak të Zervas. Generali Lanz la 6 javë pushime dhe shefi i shtabit të tij, Dietel, i cili mund të zhvillonte negociatat, u largua gjithashtu nga fronti, pasi u sëmur rënd nga diabeti. Gjithsesi, pak ditë më vonë, u organizua një takim në mes të besuarit të Zervasit me një oficer të divizionit 104 gjerman. Ai u tha gjermanëve se generali Zervas mendonte se lufta civile në Greqi e kishte marrë tashmë udhën e saj drejt zgjidhjes. Gjithsesi, bashkëpunimi me gjermanët ishte përsëri i sigurt, me sa duket disa fitore që Zervasi i pati ndaj të forcave komuniste, tregoi që mund të dilte vete dhe pa anëtarësimin e gjermanëve. Euforia e Zervasit nuk zgjati shumë. 2 javë më vonë, EAM Elas rifitoi përsëri terrenin e humbur. Trupat e Zervasit nuk kishin më municion dhe me 27 janar ishin përsëri në pozicionin e tyre të fillimit të sulmit pranë lumit Arachthos. Kështu që Zervasi ju drejtua përsëri për ndihmë gjermanëve. I trembur se mund të jetë mes dy zjarresh. Më 31 janar 1944, ai dërgoi te gjermanët ish kapiteni i shtabit të përgjithshëm dhe nomarkun e Trikallas, Theodoros Sarandis, i cili u identifikua me një prokuror të nënshkruar personalisht nga Zervasi dhe me vullën e shtabit të përgjithshëm të EDES-it. Bisedimit filluan pasi u verifikua origjinaliteti i dokumentit. Oficeri i zvolimit të korporatave gjermane i protokolluar si më poshtë të propozimet e Zervasit. Së pari, nuk duhej të ushtrohej asnjë akt armiqësie ndaj tyre. Së dyti, organizimi i luftës së përbashkët ndaj EAM Elas duhet të bëhej përmes oficerëve ndërlidhës e të dy palëve, duke informuar për qëllimet, duke përdorur terrenin e armikut. Nëse këto dy propozime pranoheshin nga komanda gjermane, atëherë më treshkurt Zervasi me forcat e tij do të sulmonte forcat komuniste nga bregu perëndimor i lumit Arachthos në rajonin Agnanda, Paramanda dhe kërkonte qendrën e gjermanëve nga rruga e Metsovos drejt Paramandas në jug. Meqenëse gjermanët ishin të interesuar të pastronin këtë zonë nga forcat e EAM Elasit, ata menjëherë miratuan organizimin e këtij aksioni të përbashkët, të cilit e koduan si Sperder, pra skifteri. Komanda gjermane vuri në dispozicion të këtij operacioni një batalion të përforcuar dhe 2 grupe ushtarake. Operacioni i përbashkët filloi më treshkurt në orën 4 të mëngjesit. Nga 2500 forca që kishte Zervasi në atë kohë, ai angazhoi në këtë operacion edhe 1800 forca, ndërsa 700 burra i lanë ata në mal si rezerva. Për të maskuar marrëveshjen e tij me gjermanët,
Më 2 shkurt Zervasi e kishte informuar Kairon me radio se gjermanët do të kryenin një sulm në rajonin Kalenci Gotisa Metsovo. Aleatët duhet të ndërhynin që partizanët e Am Elasit të largoheshin nga rajoni i Comerkës, Athamanika, në mënyrë që Zervasi të shkonte në këtë zonë dhe të luftonte kundër gjermanëve. Siç kishin parashikuar gjermanët, forcat e Am Elasit u tërhoqën pa luftë. Partizanët grek u përleshën fillimisht me gjermanët në Paramanda në mëngjesin e shkurtit. Ndërkohë, oficeri britanik pranë Zervas informoi Kairon se Zervasi ishte zhvendosur më në jug. Ishte zhvendosur më në jug për të riorganizuar forcat e tij. Zervasi përdori një truk tipik për të. Gjatë përgatitjes së planit të operacionit, u ra dakord që gjermanët të vepronin sikur po sulmonin selinë e Zervasit, dhe kështu ndodhi. Si rezultat, Kairo u informua për luftën heroike në 2 fronte të Zervasit, e cila do t'i raportohej Churchillit në Londër. Si rezultat i këtij lajmi të rremë, Churchilli, i zëmuruar në kulmin e luftës, mallkoi me zë të lartë të paturpërsinë dhe tradhtinë e forcave të Am Elas, duke premtuar se do të ndalonte furnizimin e tyre me ndihmë. Siç mund ta shihni, mashtrimi funksionoi. Sipas oficerit gjerman Erdmann, i cili koordinoi veprimet me Edes, operacioni u krye me sukses, pasi çdo detaj ishte planifikuar me kujdes midis 2 palëve. Në teren, funksionoi më së miri dhe ruajtje e kontaktit mes forcave nacionaliste greke. Veprime dhe objektiva të koordinuara, gjermanët furnizuan gjithashtu forcat e Zervës me armë dhe municione italiane. Ky operacion i përbashkët rezultoi i suksesshëm për Zervën dhe gjermanët. Deri në tetor të vitit 1944, forcat e Am Elas nuk mund të kalonin në përlumin Arashtos. Zervasi e dërgoi përsëri Sarandisin për të falendëruar komandën gjermane për ndihmën e ofruar dhe për të siguruar ata për besnikërinë e tij. Si shpërblim, gjermanët nuk i ngacmuan karavanet me furnizime për Zervën. Pasi generali Lanz u kthye nga pushimet, ai urdhëroi Zervën të furnizonte një sasi të madhe ilaçesh dhe ndihmash mjekësore, të cilat i mori përsipër Sarandisi. Pas operacionit Sperber, Zervasi u dërgonte informacione të vlefshme gjermanëve, pothuajse çdo ditë. Kështu, për shembull, në një protokoll të bisedës së datës 9 shkurt 1944, Sarandisi informoi gjermanët se Zervasi po vazhdonte me sukses luftën kundër forcave të Am Elas, megjithase britanikët kërkonin të ndërprisnin luftën kundër tyre. Zervasi u kishte thënë britanikëve se do të ndërprisë luftën vetëm kur forcat komuniste t'ia lironin të gjithë Epirin. Zervasi gjithashtu i garantoi gjermanët se asnjë akt armiqësor nuk do të ndodhte në territorin e tij. Nëse aleatët zbarkonin në territorin e tij, Zervasi nuk do të luftonte kundër gjermanëve, por as nuk do të luftonte kundër aleatëve. Marrëveshja e zotërive, ose marrëveshja e heshtur me Zervën, siç e quanin gjermanët, u mbajt sekret me fanatizëm nga të dyja palët. Në protokollet gjermane, Zerva shënohej me pseudonimin Zaharia, dhe ndërmjetësi i tij, ndoshta Sarandis, me nofkën Miku. Pavarësisht sekretit, fjala e marrëveshjes doli në dritë. Çuditërisht, edhe misioni britanik nuk e besoi këtë dhe tha se nuk kishte gjetur asnjë marrëveshje me shkrim dhe e gjite kjo ishte propaganda e organizuar nga komunistët kundër Zervas. Kështu, oficeri ndërlidhës britanik pranë Zervas, Barnes, i kërkoi Kairos të dërgonte më shumë armë forcave të Zervas, në mënyrë që Am Elas të mos guxonte më të sulmonte Edesin. Oficeri tjetër britanik, Woodhouse, ishte i këtij mendimi, ndryshe nga dy kolegët e tij. Oficeri britanik, Barker Benfield, nuk i besonte Zervas dhe ishte i bindur se ai kishte bërë marrëveshje me gjermanët. Vlen të përmendet se operacioni Sperber shpëtoi Zervën dhe uli ndikimin e forcave të Am Elas në Epir. Duke u dhënë gjermanëve informacione të vlefshme ushtarake, Zervas arriti të mashtronte si aleatët në Kairo, ashtu edhe Am Elas. Ky operacion i kryer së bashku me gjermanët arriti të siguronte rrugën gjermane dhe deri në korrik 1944 nuk pati sulme të mëdha ndaj forcave gjermane. Megjithatë, partizanët e Am Elas arritën në organizimin e rreth 140 akte sabotimi në këtë periudhë dhe shkatëruan më shumë se 40 trena dhe lokomotiva gjermane. Në këtë periudhë u vranë rreth 4300 ushtarë gjerman. Pavarësisht realitetit, britanikët nuk i liruan Zervën.
Edes mori rreth 3 herë më shumë armatim dhe municione nga ndihma britanike se sa Eam Elas. Megjithëse ky i fundit, pra Eam Elas, kishte të paktën 7 herë më shumë luftëtar se sa Edes. Më korrik të vitit 1944, pasi u bë e qartë se fundi i gjermanëve në Greqi po afrohej, Zervasi e theu marrëveshjen dhe udhëroi trupat e tyre të kryenin akte sabotimi kundër forcave gjermane. Ai kishte përfituar mjaftueshëm prej tyre dhe nuk mund të rrezikonte më që bashkëpunimi i tij me gjermanët të zbulohej nga populli grek dhe britanikët, të cilin ai mund ta fshite më së miri. Ky ishte bashkëpunimi i Napoleon Zervas me gjermanët.